Në Pallatin e Kongreseve u zhvilluan homazhet për nder të gjykatësit Astrid Kalaja të vrarë të hënën në sallën e gjyqit, familjar, kolege, politikanë dhanë lamtumirën e fundit gjykatësit të apelit. Në homazhe mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama, ministri i drejtësisë Besfort Lamallari, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, kreu i SPAK Altin Dumani, deputet të kuvendit Togat Ezeza, kolegë të tij e të tjerë. Një tragjedi e madhe për familjen, të afërmit, kolegët dhe veç shtetin, u pret në paqe dhe të rronje ta kujtoni gjithnjë, është mesazhi që la të shkruar kryeministri Edi Rama. Togat Ezeza folën me nota shqetësuese për sigurinë në organet e drejtësisë dhe ngjarjen në fjalë ka rritur sipas tyre më shumë pa sigurinë. Për t'i dhënë nderimot e fundit një miku tim të vjetër, me të cilin na ka bashkuar puna në sistemin e drejtësisë në ditë vështira. 2002-2007, ku i nderi miku im Astrid Kalaja ishte gjyqtar në Shkodër, ndërsa unë drejtoja prokurorin e Shkodrës. Drejtësia ka humbur një gjyqtar me integritet, një njeri model, një qytetar, një familjar i devotshëm, ndërsa ne kemi humbur një shok të mirë. Ngjarja është tronditse. Unë kam deklaruar që është një akt barbar dhe një kampan alarmi për sigurimin e punonjësve të drejtësisë. U pret në paqe edhe le shërbej kjo ditë kujtimi edhe si një omazh për të gjithë punonjësit e drejtësisë që në të gjithë këto vite kanë përjetuar sakrifica në ushtrimin e profesionit tyre. Asnjë gjykat me përjashtim të një gjykate nuk i plotëson kushtet e sigurisë, pasi të gjitha gjykatat do të ndërtuar nga fillimi që të plotësojnë kushtet. Dhe do të kuptojmë që pa siguri të gjykatave nuk mund të ketë pavarësi të gjyqtarit në dhënien e vendimit. Pasi një gjyqtar, nëse nuk është i qetë në marrjen e vendimit, nuk mund të jepet drejtësi. Por do të kuptojmë edhe diçka tjetër, që kur flitet për sigurinë e gjykatave, nuk flitet vetëm për sigurinë e gjyqtarit. Ju e kuptoni që gjyqtari është ai që merr vendimin, por aktorët është prokurori, është avokati, është i pandeuri, është gazetari që qëndron në sallën e gjykimit, janë palët e tjera, paditësi, paditur personë dhe çdo lloj personi i interesuar. Pra, ky moment duhet të bëjë është moment reflektimi për gjithë, kështu që nëse nuk ekziston siguria në gjykat, kushdo si në gjyqtari edhe qytetari me thjesht që mund të vinë në një sallë gjyqe, ndihet i rrezikuar në jetën e tij. Në këtë shoqëri është mbjellur urrëtia dhe ka çuar rrënjë shumë thellë. Kështu që është shumë e vështirë për të zhërnjosur. Ajo do të zhërnjosur këtu një herë, pastaj me institucione. Unë nuk e di, po se si Këshilli i Lartë i gjyqësorit më paraqet shkresa, jo po e ka fajin kjo, jo e ka fajin këtu, s'tidhe për fare, këtu do të marrë masa drastike. Nuk di çfarë them tjetër. Drastike deri ku? Sa? Deri në fund, ti dali ujë zik kësaj pune. Iku një njeri, iku një familjar, iku një baba, iku një koleg, iku një mik shumë i mirë. Një njeri që mund të them pa tepruar që ishte njeriu më i human në sistemin e drejtësisë. Gjyqtari Astrid Kalaja u vra mesditën e së hënës në sallën e gjyqit pasi po jepte një vendim për një çështje pronësie. Për ngjarjen u arrestua 30 vjeçari Elvis Shkambi, i cili ishte pjesë e procesit. Ai gjithashtu plagosi Rakip dhe Elvis Kurtajn, palë kundërshtare në këtë proces. Policia arrestoi edhe xhaxhain e Elvisit, John Shkambin, i cili ishte i pranishëm në sallë kur ndolli vrasja. Në pranga përfundoi edhe roja e sigurisë në gjykatën e apelit Banush Koxhaj, që akuzohet se ka lejuar Shkambin të futet në gjykatë me armë pa i kryer kontrollet e duhura. Trupi i pajeti gjyqtarit Kalaja do të prehet në vendlindje në qytetin e Shkodrës.